Punojësit e ARSH-s shmontuan këtë të mërkur urën e dëmtuar në aksin Librash-Prenjas në afërsi të Dragostunjës, duke konsideruar të rrezikshme për qarkullimin e automjeteve. Dëmtimi i saj shkaktuar nga rrëshqitja e tokës dhe fundosja e stresave mbajtëse e bëri të pamundur çdo përpjekje riparimi. Qarkullimi në zonë është prekur që nga i diela, duke shkaktuar devijim me trafiku dhe izolim të përkohshëm për disa komunitete, kryesisht në juglindje të vendit. Për të zbutur situatën, autoritetet kanë vendosur ndërtimin në një rrugë alternative mbi trasenë e Hekurullës Elbasan-Pogradec, 1.3 kilometra të gjatë që do të lejojë qarkullimin e automjeteve të lehta. Ende nuk është caktuar një afat për përfundimin e punimeve. Problemi janë hasur edhe në trafikun e kamioneve në pikën kufitare të Qafthanit, të cilët kanë mbetur të bllokuara për disa ditë. Burimet pranë pikës kufitare nuk njoftojnë se drejtoria e përgjithshme e doganave ka komunikuar me autoritetet e Maqedonisë së Veriut, të cilat do të lejojnë kthimin e kamioneve në Qafthan. Ata do të pajisen me dokumente për të kaluar në pikën kufitare të Bllatës e më pas të përdorin rrugën e Arbrit për të vazhduar udhëtimin drejt destinacionit. Autoritetet e ARSH-s dhe të doganave theksojnë se të gjitha masat janë marrë për të garantuar sigurinë dhe lëvizjen e mjeteve, duke angazhuar që devijimet dhe rruga alternative të jenë të sigurta dhe funksionale sa më shpejt e jetë mundur.